Jemi në podcast, jemi në radar, është java e kombëtares. Kombëtarja Kuqëzi ka një ndeshje të jetë decisive të njëjtën në 26 marsit ndaj Polonisë, e më pas në rast fitore kemi edhe një ndeshje tjetër mes çiftit fitues, ose Ukrainën ose Suedis. Për këtë do të flasim për kombëtaren tonë, për përgatitje, për gjithçka, me gazetarin e njohur sportiv, zotin Isa Halili. Zot Halili, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit juaj për ftesën. Si është përgatitur kombëtarja Kuqëzi në këtë sfidë? Është një ndeshje nga afër. Patjetër, është një ndeshje historike kur kombëtarja jonë nuk ka qenë në këtë lloj nivelesh, fakti që jemi këtu, kjo skuadër meriton respekt. Tani është një ndeshje shumë e rëndësishme ajo kundër Polonisë. Në fakt statistikat nuk janë ata që na favorizojnë për shkak se në 7 takime që kemi luajtur gjithsej në gjithë historinë me këtë skuadër, pra në kualifikueset që kemi padur historikisht, kemi vetëm një barazim ata 2-2 në vitin 1984 për gjithë ata që na ndjekin me 31 tetor, dhe pastaj janë 6 humbje. Do të luajnë në Varshavë në stadiumin kombëtar të Polonisë, një Poloni që natyrisht vjen e avantazhuar për shkak të kontingjentit futbollistëve që kanë në dispozicion, pasi pjesa më e madhe e cilëve luajnë kampionatet militare të Europës. Nuk ngelen pas as kombëtarja jon fakt, por fakti që fundi marsit na gjeti me ato dëmtime të rëndësishme, sidomos ai Rej Mana që ka qenë një lojtar vendimtar sa i takon historisë skuadrës së Silvinios, po një nyje nevralgjike që bëri mirë për Is vërtetës ishte El Sejt Hysej, por ky fundit ka shumë pak minuta në këmbë. Megjithatë, ajo që duhet thënë është fakti që atmosfera është fantastike në stadium, është fantastike kudo, është fantastike kur e ndjekin kombëtaren ton, madje më duhet ju them që edhe kur skuadra servitet, ka qenë dje seanca e parë servitore, tani do të jetë e dyta ditën e sotme, pastaj për të nisur nesër drejt tokës polake, gjithçka është në një lloj alegrie, dëshira është e madhe, besimi është i madh, fakti që në konferencën për shtyp dy lojtarë shumë të rëndësishëm si Qazim Laçi, por edhe El Sejt Hysej theksuan që është një ditë ajo 26 marsit që do duhet stampohet me memorin e gjithë shqiptarëve, dhe ku ka më mirë se futbolli që për hir të vërtetës në vitet e fundit në këtë vendin ton me 1001 probleme, futbolli ka qenë ai që i ka gëzuar dhe është ndjer më shumë ajo shpreha e madhe, duhet me qenë krenar që je shqiptar. Ndaj gjithë janë gati, kanë përshtypjen do tipet maksimumi nga gjithë shqiptarët. Tani më po bëjnë llogarit kush do të jetë fushën lojës. Unë e theksova në krye të erës ato pikat i dove që ne kemi, por mos harrojmë faktin që ne kemi të kombëtarë ngërmulluar lojtarë si Ernest Muçi dhe Anis Mehmeti, të dy futbollistë që kanë bërë një sezon fantastik, njëri në Turqi e tjetri në Championship. Njëri shënon nga distanca gola fantastik që na ka mësuar gjithmonë fakti Ernest Muçi, ndërkohë që në krahun tjetër ka një si Anis Mehmeti që për shkak të mungesave që ekipi jon kombëtar ka në ato ku quhen gjuhën e futbollit pa wingre, të krahut e majt, aty ku ai luan, por ai mund ta trenohet edhe nga i djatha, fakti që gjuha me të majtën, gjuha me djathën. Por duhet besojmë shumë edhe të potencialin një si Armando Brojas, që gjithmonë nëse ai është një ditë mirë, pavarësisht faktit që vjen në një uniformë mirë fizike, ditë i vendosi kundërshtar në vështirësi, dhe me Susha është pastaj ai reparti që për hir të vërtetës do të pretendohet shumë. Qazim Laçi vjen në një formë fantastike, jo vetëm golet realizuar në kampionatin turk, por performancat e tij që ka qenë gjithmonë në rritje. Po ashtu Jolan Sheu. Nuk mund të lë pa përmendur performancën të jashtëzakonshme që ka bërë edhe Ylber Ramadani, që ndryshe nga sezoni i shkuar, këtë sezon me Lecën, edhe pse kjo skuadër po militon dhe dëshiron shumë që qëndrojnë në Serie A, ka bërë performanca shumë të mira, ndërkohë që kur ke aty në prapavë lojtarë si Ajeti, Ismaili, por kur përmend një si Berat Gjimshiti që në 4-5 sezonet e fundit ka qenë titullar tek skuadra e Atalantas, duke markuar lojtarët më të mirë të globit ka rastisur. Një prej tyre do të jetë Robert Lewandowski, mbetet për të parë se çfarë do të ndodh, por kam përshtypjen ka ardhur momenti i duhur në një kohë ndoshta jo të mirë për kombëtaren ton, për ata faktorë që unë i theksova pak më parë, por megjithatë njëse Silvinio ka ditur gjithmonë të marrë maksimumin, dhe ai që duhet theksuar është fakti që sa herë kombëtari jon është gjetur në presion, e ka kthyer në forcë. Këtu kujtojmë në kualifikueset që ne kemi mundur edhe Polonin, pra kur mbritëm në tokën gjermane, pra në atë Europianin 2024, por mos harrojmë faktin që pas atij barazimi në kualifikueset e botrorit, pra me Lituanin, ishte pikërisht ajo fitore 0-1 gol të Rej Mana në tokën serbe, aty ku nuk ishin favorit për hir vërtetës, sepse Serbia kishte dhe ka element shumë cilësor. E njëjta gjë është dhe me Polonin. Në gjykimin tim, Serbia është më e fortë se Polonia, pavarësisht faktit se në futboll llogarit nuk janë gjithmonë shkencë eksakte. Megjithatë,
unë them, është një ndeshje nga ata që duhet të parë, jetuar dhe shijuar dhe shpresoj dhe uroj që t'ja dalim ban dhe të pretendojmë deri në fund për të bërë një arritje të madhe si është kjo e rritjes për herë të parë në Kupën e Bollës. Besoj që Isai ke ndjekur përgatitjet e kombëtares në stërvitjet që janë duke zhvilluar për këtë ndeshje, cilit është dukur nga futbollistët në formë më të mirë? Të gjithë në fakt janë në formën e më të mirë, madje është bërë një situatë aty aq fantastike sepse janë grumbulluar dhe lojtarë për shkak të mungesave që kanë ardhur sot në fakt. Sepse për nga largësia gjeografike, po themi lojtarë si Myrto Zuni ka më të vështirë ose rredimisht do të vi më mbrapa sepse është në kampionatin amerikan atje në MLS. Ndërkohë që aty kanë ardhur edhe futbollistë që kanë spikata, po themi në abisens superiore, si për të kuptuar që fanela e kombëtares arrihet me punë. Atmosfera e thash është fantastike, është e mirë sepse të gjithë besojnë dhe fakti që dëshira është e madhe. Nuk dyshoj absolutisht që çdo futbollist do të jetë nga mënyra e parë në fushën lojës, gjithkund duan t'i japin atë potencialin e vet. E tha Elsa Thysa në konferencën për shtyp, për mua tha do të ishte shumë rëndësishme të shërbeja skuadrës edhe nga stoli, edhe në aspektin psikologjik, sepse këta ndeshje nuk luajnë vetëm në 90 minuta që mund të luajnë në fushën lojës, është më shumë se kaq, është përgatitje përpara, varet se si do të vinë futbollistët në aspektin psikologjik, do të vuajnë edhe presionin se mund ta themi kështu të një stadiumi që do të jetë i tej mbushur, flasim për një stadium afër 50,000 vetash, domthonë dakor, futbollistët tonë janë mësuar me këtë lloj nivelesh, por do të ishte sigurisht më mirë që të luante në Air Albania. Goglat shorti përcaktoi kështu, madje si për fati dhe takimi tjetër nëse do kalojnë do ta luajnë prapë në transfer me një nga fituesit e çiftit pra Ukrainës edhe Suedis. Situata është optimiste. Të gjithë shqiptarët janë me ata herojt e vet aty, 11 do të jenë në fushën e lojës, por edhe zëvendësuesit dhe kushdo që do të jetë aty. Ka një gërshëntim të lojtarëve që vijnë nga një formë thash fantastike. Besoni tani Strakosha, gjithë mediat në Turqi për te formës vetë të jashtëzakonshme ka treguar, por shpesh informacionin e javës si për treguar që ka një formë të jashtëzakonshme, por edhe në mos do të ishte ai ke një si Mario Daisinani që ka 2 sezone që po bën mjaft mirë, ka pasur oferta tunduese për ekipin e Gnadës, madje të paktët janë ata që mendojnë që do të vazhdoj sërish pas qershorit tek kampionët fuqi të abisens superiores. Po ashtu, Nasser Ali po bën mjaft mirë që mund të jetë një alternativë, mund të luajë në krahun e majt, edhe pse është grumbulluar një si plana që vjen pikërisht nga kampionati polak, një mbrojtës që luan 90 minuta çdo ndeshje, një mbrojtës gjithmonë solid në prapavi, por edhe i aftë në fazën ofensive. Kontara jon nuk ka çfarë të humbas, do të provoj gjithçka për gjithçka kundër një kundërshtari që jo më lart se para 2 vitesh e kemi mundur, me gjithë respektin sepse ata nisën favorit, luajnë fushën e vet. Kanë emra shumë prestigjioz si Piotr Zelinski, si Robert Lewandowski, si futbollistë tjerë që po bëjnë mjaft mirë si Derenski. Por megjithatë aty është në fushë mendoj që në futboll, nëse do të futbolli do të ishte se çfarë tregojnë letrat pra kush është favorit apo jo, ndeshja nuk duhet luheshin. Fakti që luhen është që nisën 11 kundër 11, ndeshja fillon 0-0. Me kalimin e minutave jam i bindur, nuk dua të marr ulën e ekspertit, po sa më shumë do ta kalojmë atë, do ta vuajmë atë presionin e minutave të para, pra ai intensiteti i fillimit, do të bëhet më i vështirë për Polonin sepse ata do të vendosen pasaj në presion për shkak se nisën favoritë dhe faktin që luajnë fushën e vet. Dhe ne këtë do të shfrytëzojmë pastaj. Dhe kur kemi lojtarë aty që mund të bëjnë mirë, kemi futbollistë është për fatmirësinë tonë, njësi Ernest Muçi mund ta nxjerrë ndeshjen me një goditje standarde, me një goditje dënimi, mund ta zgjidhim edhe me një goditje standarde para nga një krosim, sepse Berat Xhemshiti ka centimetrat për bërë keq çdo lloj kundërshtari. Kështu që garanton impulsiviteti i lojtarit si Qazim Laçi që vrapon pambarimisht, madje e kam theksuar edhe herë tjetër ai vrapon edhe kur shkon në ku futet në dhomat e zhveshjes. Pra dëshira është e madhe, shumica e lojtarëve vinin në një formë shumë të mirë me ekipet e tyre, kanë luajtur rregullisht. I kjo mund të jetë ajo që Silvinho do duhet të shfrytëzojë kundër një Polonie që me gjithë respektin është një skuadër që e kemi thyer dhe që thyhet. Nëse ne bëjmë një ndeshje që do duhet të tregohemi solid në prapavi dhe pastaj të shfrytëzojmë mundësitë tona në aspektin sulmues. Mungon Manaj, mungon po ashtu dhe Daku, kush do të luajë në qendër të sulmit? Do të shikohet se si do të vendoset fakt skuadra. Ka provuar shumë module, na ka mësuar paktën Silvinho. Nuk e di, un kam përshtypjen mund të preferohet
po themi edhe një si myrë të ozune atje, sepse duke ditur që është lojtar shumë i shpejt mund bëhet të nënshin fals për ta mbajtur tension gjatë gjithë kohës. Prapa vjen e Polonisë, por mund të luajë një si Armando Broja që në fakt e ka bërë këtë lloj roli dhe që mund ta bëj jo vetëm me shpejtësinë e tij, por edhe me shtatlartësinë për të shfrytzuar krosime që mund të vinë në trimti. Un dua shumë që ekipi jon kombëtar të luaj me sa më shumë mesushor për të patur një lloj dëndje aty ku ata e nisin ofensivën e vet, duke parë edhe kontingjentin e futbollistëve që ka Polonia. Do më preferoja shumë që të luash me një 3-5-2, po themi, me një 3-5-1-1 ose me një 4-5-1, që mund të përkthehet me një 4-2-3-1 ku dalin në aspektin sulmues. Do doja shumë të luani me 3 qendra për të shfrytzuar mjaft mirë të gjithë potencialin që ka aty Beraxhi Mshiti, Arlinda Jeti, por edhe një si Ardian Ismaili që mjafton t'i referohesh takimit fundit, pse skuadra e Torino's mund kundër Milan San Siro bëri një ndeshje shumë të mirë. Ndërkohë që nga krahët Mario Mita ajo është aty nga i majta, ka përshtypjen e ka të çimentuar të pozicion. Ndërkohë që nga i djathta do doja shumë edhe pse nuk ka minuta në këmbë, por nga performanca që ka treguar sidomos në kualifikuese, për shkak të eksperiencës që ka mbi supe, një si Elsejt Hysaj, por edhe një si Ivan Balliu, kur ekipi jon luan me 3, kam përshtypjen do të bënte mirë sepse është nga ata mbrojtësit modern që ditë bëj të dyja fazë e lojës. Dendja që do të ketë në gjykimin tim në mesfush aty me praninë e Ramadanit që ka muskuj, të Laçit po ashtu, por të një si Julian Sheu që është gjithmonë shumë i rëndësishëm dhe ka qenë gjithmonë vendimtar në taktikat e Silvinios. Do duhet shumë të shtoja edhe pastaj freskin, klasin, finesën që ka Ernest Muçi me atë mbrojtjen me atë mesfushën romp, që du bënte me një 3-4-1-2, një 3-4-3 me Anis Mehmetin, me Myrto Ozunin dhe me Brojën. Pra, do t'i merrnin maksimumin gjithë kontingjentin futbollistëve që ne do të kishim aktualisht në dispozicion. Mbetet për të parë se do të vendosë skuadra. Silvino ka mësuar që edhe surprizon her pas here, mund të ketë edhe futbollistë që askujt ndoshta nuk mund të shkojnë në mendje, që mund të jetë nga minuta e parë, pra është plana një prej tyre që mund të luajë aty. Nuk e di, kam përshtypjen pastaj kemi një si Aslani, që Aslani ka luajtur gjithmonë, ka qenë i preferuar her pas here, e ka shpërblyer me performancat e tij, mbetet për të parë në fakt se çfarë do të ndodh. Por ne nuk ka rëndësi se kush do të futet në fushën e lojës, por ne ka rëndësi rezultati, ai që është më i rëndësishëm dhe ai që do të mbahet mend pastaj në funditës. Një nga lojtarët kryesorë të Polonisë është dhe Lewandowski, në çfarë forme vjen në këtë sfidë? Në fakt Robert Lewandowski nuk është sezoni i tij më i mirë tek Barcelona, nuk ka luajtur rregullisht atje, por Robert Lewandowski mjafton thuaç që përveç atyre dyve që ne i kemi konsideruar hyjnor, për ata që kanë prodhuar në fushën e lojës si Messi dhe Ronaldo, në shekullin 21 është futbollist që ka shënuar më shumë. Mjafton kjo për të treguar potencialin e futbollistit, për të treguar rrezikshmërinë që ai ka në zonën e 16 metrave, për të thënë që është një lider absolut, është ai, nëse mund ta themi kështu, gjysmë e skuadras, kur Robert Lewandowski është në formë, është Polonia në formë, ka qenë gjithmonë Bayern në formë, ka qenë gjithmonë Borussia Dortmund ku e ka fituar titullin kampion Bundesliga për gjithë ata që na ndjekin, ndërkohë që ka qenë i rëndësishëm në Barcelona dhe sa herë ai ka qenë i rëndësishëm, ka fituar Barcelona El Clasico dhe ka fituar trofe në vitet e fundit. Kështu që shpresoj dhe uroj që të mos jetë ditën e tij më të mirë. Robert Lewandowski nuk vjen në formën e vet më të mirë, e thash, për shkak të edhe moshës, sepse vitet mbi super tani rëndojnë për të, por duhet kujdes maksimal sepse është nga ata lojtarë që mjafton një gjysmë rasti, një rast për t'i bërë keq kujdo. Beraxhi Mshiti do të jetë aty, sigurisht se do të jenë gjithë sepse kam përshtypjen kombëtarja nuk do të mbulojnë në sistemin 1-1. Me një skuadër si Polonia që është e fortë në aspektin fizik, duhet mbrohet, ashtu që gjuhën e futbollit quhet, pra do të mbrohet në skuadër. Dhe në këtë lloj forme shpresojmë dhe urojmë që të jetë një ditë mirë kapiteni ynë, që do të ketë një kapiten kundërshtar që është Robert Lewandowski dhe e ka treguar her pas here Beraxhi Mshiti që kur është në formë ka mbuluar mjaft mirë yjet futbollit botror, siç është edhe Robert Lewandowski. Yasir Hasani është futbollisti që shënoi në fitoren 2-0 të Shqipërisë ndaj Polonisë në Air Albania. Me ato kalimet që ai bënte në të majt, me goditje standarde, ka qenë i paparashikueshëm, por duket se kjo është kuptuar dhe nga kundërshtarët. Hasani në çfarë forme vjen, luan në një kampionat iranian që është pezulluar përkohësisht nga luftimet atje. A është në formën e tij më të mirë? Në fakt, gjatë kësaj periudhe i ka preferuar stërvitjet me skuadrën që ka kasuruar gjithmonë zemrën e futbollit shqiptar, me Partizani duke u shpallur dhe kampion. Yasir Hasani është gjithmonë i rrezikshëm sepse unë e theksova edhe në kryeterës. Pra lojtarë si Hasani, lojtarë si Muçi janë gjithmonë të vështirë për çdo kundërshtar, sepse aftësia që ka dhënë i madh i Zot këtyre lojtarëve që ata mund të shënojnë nga distanca të larta,
njëri ka të djathtë në armën e vet fort, Asani ka të majtën. Vështirë në fakt jetë nga minuta e parë për shkak të asaj që ti the. Fakti që nuk është aktivizuar gjatë kohës fundit, por edhe nëse mund ta themi kështu marrëdhënies së tensionuar që ka pasur herë pas here, sepse në takimet e fundit kemi parë që Asir Asani nuk është preferuar asnjë minutë te ekipi kombëtar, kështu që nuk e di ç'do të ndodh me të, vështirë gjykoj duke parë gjithë këto që sapo theksova pak më lart tjetë nga minuta e parë, por Asani është aty. Dhe kur rezultati, po themi, mbërthehet atë 0-0 për një barazim mundshëm, janë këta futbollistë që kur ja inkuadron fushën lojës të zgjidhin sfidën. Besoj shumë që nisi Asani të jetë gjithmonë ekipin kombëtar, sepse një skuadër si ajona që nuk e kemi luksin që ta suportojmë gjithmonë, kemi ne ai ekipi që do marrim topin, se ne nuk pretendoj kurrë, shpresoj ta kemi, por një skuadër si Polonia do të jetë ajo që do vendoset në sulm të para. Ne do të mbrohemi. Ne do të fitojmë duke mbrohur mjaft mirë, duke arritur që të marrim ata po themi fitimet e topit dhe pastaj dalim për të fituar nga hapësira që mund të jetë Polonia. Një formë Asani është tipik i këtij lloj formatit luajturit. Pra, është ai lojtari që sakrifikonte kur skuadra del, ai e gjen gjithmonë mbrojtjen e kundërshtarit pa përgatitur dhe provon nga distanca të larta, siç e bëri atë gol magjik që është stampuar me memorien e gjithë shqiptarëve, madje mjafton të thuash se pra portieri i Polonisë në Szczesny mbasi mbaroneta nuk e prisja kurrë që do të vinte një goditje, tha, edhe nga mënyra si lojtari po shkonte, pra nuk e dha atë situatën që mund godiste portën, por njësi Asani që e ka atë majtën e hidhur dhe gjithmonë efikase, ka bërë gjithmonë, pra nëse ka pas një aftësi që ai ka dalë në pak, ka qenë pikërisht ajo e majtë e hartë që ka, siç e ka edhe Muçi. Kështu që ai do të jetë aty, fakti që është aty është gjithmonë i rëndësishëm. Do të preferohet të bëjë nga minuta e parë, kjo mbyllet për të parë, por ndryshime kam që të jetë ai nga minuta e parë. Qartë. Do shkojmë në fushën e Polonisë në Varshavë, një stadium me 50.000 vende, po ashtu Polonia ka hapur edhe stadiumin dhe portat për huliganët. Sa e rrezikshme bëhet kjo, duke qenë se atmosfera do të jetë elektrizuese në favor të Polonisë kësaj here. Patjetër, por që do të ketë tifozë shqiptar aty. Dhe natyrisht që ata janë lojtarë 12, kanë qenë gjithmonë futbolli luhet për tifozës, sikurse edhe teatri bëhet për spektatorët. Në farë mënyre huliganët polak janë shquar historikisht janë ata një mbështetje e madhe. Ne do të shikojmë çfarë do të ndodhi në kuadratin e fushës. Sepse aty është ajo gjë e rëndësishme. Duhet të ndjekim topin, duhet të bëjmë maksimumin ton, duhet të tejkalojmë veten ton. Vetëm në një formë mënyre ne mund t'ja dalim. Ata do bëjnë punën e vet, ndonjëherë tifozët, më beso, e kthehen në bumerang për keq për ekipin, sepse duke qenë se kanë pritshmëri dhe mjafton të referohemi edhe deklaratave që kanë dhënë gjatë këtyre ditëve emra të mëdhej të historisë atyre për futbollit evropian, si Boniek, që na kanë dëshkuar këtu në Semas vitin më parë, emër shumë i madh. Ka thënë do të jetë dramë e madhe nëse ne nuk fitojmë kundër Shqipërisë. Fakti që ata e shikojnë veten superior dhe na konsiderojnë ne inferior. Në fakt edhe në letër ne të tillë jemi, por ndonjëherë ne kemi provuar të jemi edhe kundër Portugalisë inferior, por kemi fituar 0-1 në Lisbonë atë gol të Bekim Balajt. Ne kemi marrë rezultate historike siç bëm me Serbin, kemi mundur kemi mundur Norvegjin 2014-ën, një gol fantastik të Hamdis Halit aty. Prandaj e thash në fillim që sa herë ekipi jonë është gjendur në vështirësi, pra me atë presionin mbi supe, edhe kur kemi luajtur kundër skuadrave prestigjioze të Europës, ne kemi ditur të marrim rezultat. Kemi barazuar 1-1 me Francën e Karim Benzema, e Paul Pogba, e Kantes. Kemi fituar me golin e Kaçes në Elbasan Arena, edhe pse ishte një misore. Pra, skuadra jonë në këto 10-15 vitet e fundit, kur ne kemi shkuar 2 herë në Europian, kemi pasur këtë progresin e jashtëzakonshëm në futboll, ne kemi ditur të surprizojmë kundërshtarët. Ku kemi surprizuar skuadra, po themi si Franca, që gjatë kësaj periudhe ka qenë gjithmonë nën kampione Europe, gjysmë finale Kupës Botës, kampione e botës në 2018, pse mos e bëjmë me Poloninë. Kështu që në një farë mënyre i kemi të gjitha mundësitë për ta bërë. Dhe duhet të shfrytëzojmë këta futbollistët që unë kam theksuar disa herë, që janë në formën e vet. A do të mjaftojnë ata kundër një Polonia që i ka dhe ajo të gjithë lojtarët e vet që vinë në një formë shumë të mirë? Kjo mbetet për të parë. Në fushë, e theksoj, është rëndësishme sa i përqendruar je, sa do mundohesh ti marrësh maksimumin vetes dhe kundërshtarit,
Dhe pastaj se sa Qartë. do duhet ta shfrytëzosh momentin e duhur, sepse ndeshjet të tilla janë ndeshje që një moment, nëse e shfrytëzon, bëhet një kapital i madh futboll. Dhe pastaj edhe anasjelltas pastaj që nëse gabon, e ke të vështirë të rekuperosh. Isa nuk e di nëse ke informacione se tifozë shqiptar mund të jenë në Varshavë në ditën e ndeshjes, sa në stadium do të ketë një lumtë të madh tifozësh. Patjetër, do të jenë shumë tifoz, fakt që do të jenë në perimetrin e stadiumit që do e kem pamundur për shkak edhe të biletave dhe numrit që është i kuotuar për këtë lloj gjëje. Në gjykimin tim do të jenë në informacion që un kam, janë 4500 do të jenë në stadium, ndërkohë që miliona të tjerë pastaj do të kenë syt tek kjo kombëtare. Tifozët ne gjithmonë i kemi pasur armën tonë më të fortë, mjafton të referohesh atyre pamjeve fantastike që ne pushtonim qytetet e Gjermanisë sa herë kombëtara jon luajti, madje vendosëm dhe rekorde, mos harroni që në takimin kundër Italisë, ai që ishte takimi i hapës në grup, kombëtara jon ka patur 82% të tifozëve, edhe pse mund të ishte kujotimi 50-50, dhe kur e kishim 82% për një kombëtare që s'duam ne, por janë 2 kampionë të Europës, 4 kampionë të botës Italia, e kemi bërë gjithmonë. Tifozët tanë kanë qenë gjithmonë për 90, janë gjithmonë për 90. Kombi shqiptar, fakti që edhe mbijetuam se ishim bashkë gjithë. Do të jemi bashkë gjithmonë, edhe nëse nuk ja dalim që në futboll 2 rruga, do fitosh ose do mbasësh, nuk do të jetë fundi botës, sepse nuk është se po luajmë me ekipe modeste, po luajmë me skuadra që në vitet e fundit kanë qenë gjithmonë aty në Europian dhe botror. Kjo nuk thotë që ne nuk do të provojmë shanset tona, por nuk është fundi botës edhe nëse nuk ja dalim kundër Polonisë. Isa dhe një pyetje të fundit sa i takon kësaj tematiken, gjithmonë nëse ke informacion, cilët do të jetë premtimi i Dukës në rast kualifikimi të Shqipërisë në këtë ëndër të madhe të gjithë shqiptarëve? Është një ëndër që nuk ka nevojë për premio këtu ka nevojë për satisfaksion emocional. Janë gjithë ata futbollistë që duan, shiko, për çdo futbollist, në paktën në komunikimet që un kam pasur me ta dhe personale, është ëndër e madhe. E tha Elsej Tysa, e tha dhe Qazim Laçi. Ne kemi shkuar 2 në Europian, do të ishte tha gjëja më fantastike. Kur pa filluar tha të ndarninin shqiptarët, ëndra jonë ishte që të vishnin fanellën, pastaj të luajmë një kupë bote. Është ngjarje më e madhe për çdo komp. Aq më tepër për një si Joni që me gjithë respektin e cilësinë e futbollit tonë nuk kemi shkuar kurrë aty. Kush nuk do donte të ishte. Dhe mjafton ky satisfaksion që e ka gjithë secili nga ata për të kuptuar që do të jepet maksimumi dhe nuk është këtu momenti për premio. Do t'i japësh premio kujt? Elsej Hysa që merr 3.2 milionë euro në sezon, apo atyre futbollistëve të tjerë që po luajnë në nivele të larta, ata nuk meritojnë premio. Premio e tyre është që ata të jenë krenar për veten tyre, për familjarët e tyre dhe për kombin e tyre. Ata janë shembulltyr e një kombi që është me të gjithë, me shpirt e me sy e me gjithçka tek ata. Dhe ndeshja me Poloninë është pikërisht takimi i historinë kam quajtur, sepse do duhet që të tejkalojnë veten, do duhet të marrin fitoren e parë që mund të vijë nga barazimi, mund të shkojë edhe me shtesë, mund të vijë nga penallti çrënsi ka, të vi si të vi, mjafton të vi. Mjafton edhe nga ato fitoret si të Pirros, nuk ka rëndësi se do të vi. E rëndësishme është që ne të fitojmë. Dhe e kam parë dhe kam konstatuar edhe në bisedat e mia, por edhe në ato që ata kanë deklaruar her pas here para kësaj ndeshje. Motivimi është i jashtëzakonshëm, dëshira e tyre është e jashtëzakonshme. Mjafton kjo në gjykimin tim për të pretenduar shumë çka nga ata, nuk nisemi favorit, por jemi aty. Fakti që jemi aty jemi merit dhe do të tentojmë të gjitha shanset tona për t'ia dalë dhe për të lumturuar gjithë shqiptarët. Dhe një pyetje të fundit që nuk lidhet me tematikën e futbollit kombëtar eston, por është një eveniment tepër rëndësishëm që do të luhet në Feti Borova, Beslidhja, në Ligën Unike të basketbollit, ka një ndeshje tejet decisive. Ju e keni ndjekur nga afër si gazetar sportiv, sa rëndësishme është që të ketë pjesëmarrje të lartë në këtë eveniment, por edhe një përfaqësi sa më të mirë. Është shumë e rëndësishme, Beslidhja ka ditur ta nderoj kombin ton, është flamurmbajtësja dhe ka bërë mjaft mirë, janë për të suportuar ata djemat e fantastik me gjithçka që po bëjnë. Si për të thënë që në çdo sport, aty ku ka investime, aty ku ka dëshirë, aty ku ka qëllime të mëdha do të arrijnë rezultate. Mos harroni, për te futbollit, ne kemi një skuadër po dal pa nga Beslidhja tek futbolli i Fremra si Vllaznia që ka provuar të luajë në UEFA Champions League me skuadrën më prestigjioze të Europës. Ajo Megi Duçi që fiton her pas here
topin e art, ka luajtur me Galatasaray'n në kampionatin turk të futbollit në femrave. I ka shnuar gol spektakolar një ekipi si Realit Madridi që Reali në sezon fitoi UEFA Champions League-ën. Pra, në këtë Shqipërinë tonë të vogël, po të bekuar nga i madhi Zot, ka shumë gjëra të mira. Ne kemi pasur, edhe kemi gjithmonë, edhe peshë ngritës që ka qenë kampion Europë dhe kampion bote. Kemi pasur edhe boksier të jashtëzakonshëm. Kemi edhe basketbollistë mirë. Po i bën beslidhje edhe pse kemi edhe aty futbollistë që vinë edhe nga SBA-ja, por edhe futbollistë, po themi brazilian, ngërshëtim mjaft i mirë. Por beslidhja çfarë ka bërë? Ka bërë investime të qëndrueshme dhe tashmë prej vitesh po merr rezultate të jashtëzakonshme si për treguar që kanë qenë gjithmonë fakt nivel më lart. Por në këtë përfaqësim e kanë bërë edhe në Kupat Ballkanike që ka pasur gjatë këtyre vite, por e bën dhe po presin këtë momentin fantastik tani. Janë të paktën sipas informacioneve që kam, kushte shumë të mira, do të provojnë dhe ata gjithçka për gjithçka. Infrastruktura që kanë ndërtuar gjatë këtyre vite i lejon atyre dhe kontingjenti i lojtarëve që kanë në dispozicion për të bërë maksimumin e tyre. Është momenti vet, është një moment që duhet shfryzuar, sepse ata do të kuptojnë që nuk është thjesht beslidhja, nuk është ky emri është i madh fakt për nga konteksti historik, por nuk përfaqëson vetëm qytetin e Shkodrës, më falni, të Lezhës, por përfaqëson më shumë se çka, pra, Shqipërinë e madhe. Dhe për të dhënë një shembull të jashtëzakonshëm që edhe këto ekipet e kryeqytetit që në fakt nuk janë ditën e vetëm të mirë, por ka qenë mirë Teuta. Edhe ka patur përfaqëson shumë të mirë edhe Skënderbeu. Pra, duhet ta bëjmë gjithandej. Dhe duhet marrim modelet më të mira. Në këtë vendin tonë të vogël që ka probleme pafund, siç ka në çdo vend të Europës dhe botës, ka sa dush modele suksesi. Mjafton që në jetë nuk duhet bëjmë shpikje të mëdha janë bërë. Shpikje nuk ka. Tani ka se si të implementojmë modelet e suksesit. I kemi në Shqipëri, i kemi në Europë, i kemi në botë, i kemi kudo. I marrim dhe i fusim punë. Shqiptari ka treguar që ditë i marrin maksimumin vet dhe ka ditur që të marrë rezultate. Është ky momenti i duhur për ta bërë gjë të tillë. Pesë një rënan, kombëtari ku gjizin krahun tjetër, por dhe gjithçka tjetër që ndodh të vend që e theksova e ka bekuar i madhi Zot dhe njerëzit që janë këtu ka pafund nga ata që e duan këtë vend dhe ngrihen mëngjes dhe ngrysen mbrëmje me atë unë e quaj tok fjalçi që i ngren pesh zemrat e gjithë shqiptarëve. O sa mirë me qenë shqiptar. Isa, faleminderit shumë që ishe me ne në këtë hapësirë, shumë urime kombëtares dhe shpresoj shumë një fitore dhe kualifikim të mundshëm në kampionatin botëror. Shpresoj dhe uroj shumë, do të jetë një ëndër e realizuar, do të jetë një kënaqësi e jashtëzakonshme për gjithë dhe shpresojmë dhe urojmë që kjo ditë të mbërri, të kalojmë këtë pragun e parë që është Polonia, pastaj të vazhdojmë edhe më tej dhe u ka më mirë se të festosh me futboll. Woo!